Euro e mbylli vjeshtën më e dobët se kurrë. Shifrat e fundit të Bankës së Shqipërisë treguan se 1 euro është këmbyer me mesatarisht 96.6 lekë gjatë nëntorit, duke u zhvlerësuar me 1% vetëm në këtë 3 mujor të vjeshtës. Kurse në raport me vjeshtën e vitit të kaluar, monedha europiane është nëntshmuar me 2%. Më e fortë ka qenë rënja tek dollari amerikan. Me 9% është zhvlerësuar dollari krahasuar me vjeshtën e 2024-s. Gjatë këtij muaji, dollari ka kushtuar mesatarisht 83.6 lekë nga 92.2 lekë që ishte vjet. Ky nënçmim i monedhave të huaja sipas institucioneve vendase ka ardhur për shkak të parave që po vijnë nga sektori i turizmit, prej investimeve dhe remitancave. Po ashtu ndikim në rënjen e euros në nëntor ka dhënë edhe hyrja zyrtarisht në SEPA, e cila e ka bërë më të lehtë dhe më pak të kushtueshme sjelljen e valutës në Shqipëri, pasi janë ulur ndjeshëm komisionet. Forcimi i lekut ka ndihmuar qeverinë dhe të gjithë qytetarët e bizneset që i kanë borxhet në valutë, pasi e kanë bërë më pak të kushtueshëm kthimin, por ka dëmtuar direkt eksportuesit dhe familje që marrin para nga të afërmit e tyre emigrant. Po ashtu rënja e euros, por edhe e dollarit, ka kontribuar në mosrealizimin e planit për të ardhurat me 70 milion euro deri më tani. Kjo situatë duhet të ishte përkthyer edhe në çmime më të ulta në treg për mallrat e importit, si rasti i naftës, por sipas ekspertëve për shkak të abuzimeve nga tregtarët kjo gjë nuk po ndodh. Si rezultat i zhvlerësimit të valutave përballë monedhës kombëtare, Banka e Shqipërisë ka bler euro në treg për të frenuar një rënje edhe më të fortë. Për këtë arsye është rritur ndjeshëm edhe rezerva valutore, e cila këtë vit ka kaluar për herë të parë pragun prej 7 miliardë euro. Edhe pse në raport me shtatorin është ulur lehtë, rezerva valutore krahasuar me tetorin e 2024-s përllogaritet në gati 1 miliard euro më shumë. Pak ditë më parë Fondi Monetar Ndërkombëtar deklaroi se Banka e Shqipërisë duhet ta lë të lirë kursin e këmbimit dhe të reduktojë ndërhyrjet në treg për të frenuar këtë rënje.